A e dini se Izraeli nuk e ka një rezolut që ta cilësojnë shtetin e Iranit si shtet terrorist. Pra, në retorik, Izraeli e përdor. Zatën Izraeli është shteti që ka bind gjithë botën, sigurisht edhe me fakte që Irani financon Hezbollahun edhe Hamasin. Por nuk e ka me një rezolut parlamenti apo me një dokument të shkruar. E ka vetëm në retorik politike. Pra, që ta kuptojmë, jemi i vetmi vend në botë, parlamenti jon, me sektin e rilindjes, dje, që për t'ju lëpi Donald Trumpit, për t'ju servilos Izraelit, për hale personale të Edi Ramës, jo të Shqipërisë, jo për përfitimet të Shqipërisë, por vetëm për hale personale të Edi Ramës, kemi bo ato që se kanë bo as qifutët. Pra kemi miratu një rezolut që shpallim një shtet terrorist, financues të terrorizmit, një shtet ku ka lind qytetërimi njerëzor, një shtet ku ka lind filozofia, ku është mbartur filozofia dhe letërsia greke, për të ardhur në perëndim, te ky perëndimi që jemi sot ne, ka kalu aty. Pra e kanë marrë ata, e kanë përkthyer dhe e kanë çu këtej, nuk e kanë zhduk, nuk e kanë djeg. Një shtet që sot sigurisht është në dhunën e ajatollave dhe është i poshtër kujt. Por mos harrojmë, një shtet ku ka lind qytetërimi njerëzor, Irani. Pra Irani që është sot ashtu, është edhe një shtet ku ka lind qytetërimi njerëzor, ku është përkund dia e njerëzimit. Këtë shtet e shpall Bora Muzhaqi me Sara Milen edhe këtë tjetër çajë këtë Zeqinet Saushin, e shpallin shtet terrorist. E kuptoni ku jemi? Pra një gjë që nuk e bë vet Irani, e ka bë Shqipëria, po jo Shqipëria si shtet, Shqipëria si hall personal i Edi Ramës. Parlamenti jon, që është më qesharaku më ordineri në botë, parlamenti i rilindjes, fatmirësisht nuk ka shku opozita, çudi herë e parë që nuk u kompleksu që të shkojnë atje të votojnë. Pra kjo është Shqipëria nën sundimin e Edi Ramës. Një shtet i vënë përfund çizmes së një hallexhiu të korruptuar, të lidhur me krimin, me mafjen, që nuk ka rrugë tjetër shpëtimi veç se të rinë kryeministër me gjitha llojet e formave, sepse në çdo formë tjetër duhet shkojnë burg. Tani krahasojeni. Izraeli është një vend i vogël. O ka nevojë Izraeli të serviloset, o nuk ka shtet mbi tokë të serviloset Amerikës, po flasim. Pra, ekzistenca e Izraelit varet tërësisht nga Amerika. Pra nëse nesër Amerika thot nuk të mbështes më, e han Izraelin ato shtetet gjitha atje, ato xhirit që sot duket sikur i ka nënthundër Izraeli, vetëm për shkak të Amerikës. Pra o ka nevojë etike Izraeli që ti serviloset Amerikës, edhe nuk e bë kur. Pra nuk e ka bë Izraeli këtë, e bë Edi Rama. Po pse? Se Izraeli me sot kemi një paralele shumë interesante. Bibi Netanyahu është njëri që akuzohet për korrupsion. Është njëri për cilin ka shku Donald Trumpi 2 herë atje dhe i ka thënë presidentit vendit amon fale. Pra që ai duhet dënohet, këtë nuk e vjen një diskutim atje. Ai po shpëton vetëm se është kryeministri i Izraelit, edhe po e ma me dhunë duke vra. Ai ka bërë dhe genocid për të majtë pushtetin. Edi Rama nuk ka mundësi me bë genocid, por është në të njëjtat kushte me Bibi Netanyahu. Në të njëjtat kushte. Për korrupsion ai, për korrupsion ky
ky ka ca shtesë, ka lidhje me mafjen e krimin e organizuar, e narkotrafikun e gjithë me radhë, kurse ai ka vetëm për korrupsion për të marrë pushtetin. Po shihni si sillet Bibi Netanyahu me Trumpin, që e merr atje dhe e fut si dangall atje në luftë pa dashje, edhe shiheni si sillet një servil, një langaraq që e ka përzi veten e vet gjithë jetën me mafjen, në lidhje me krimin dhe me mafjen, edhe tani është i detyruar të lëpi çdo udhëheqës botror që e sheh si të fuqishëm dhe e percepton që mund t'i shpëtojnë lëkurën këtij. Kaq është sot Edi Rama. Pra edhe një herë, Irani, vendin ku është përkund qytetërimi dhe dija njerëzore, është përkund qytetërimi që ka kalu nga Greqia e lashtë në perëndimin që kemi sot ne. Filozofia, historia, letërsia, shkenca. Këtë Iran e ka shpall shtet terrorist, Ziqinet Aushi, Tërmet Peçi, Sara Mile, Tavland Balla, Bora Muzhashi, e treqi me të birin që janë deputet të Partisë Socialiste. Këta e kanë shpall Iranin shtet terrorist. Por këtë gjë nuk e ka bë Izraeli. Futuni kërkoni, ma gjeni një rezolut të shtetit të Izraelit që e quhen shtet terrorist Irani. Kush nuk i ka bë subscribe videos këtij kanalit YouTube-it, futuni, bëjeni subscribe, se si që kam thënë, pa filtra dhe të vërteta të gjejmë dhe do të diskutojmë bashkë në vazhdimsi.